të apostiluara. Unë dhe jam Arber Maltezi nëpërmjet avokatëve i kemi bërë kërkesë në proces gjyqësor në gjykatën kushtetuese se dhe KLG-n dhe ILD-n. Po kështu, Fredi Bejleri, Adriana Kalaja, të cilët e kanë ndjekur edhe procedurën pranë prokurisë së përgjithshme. Çfarë bëri prokuria e përgjithshme, Ministria e Drejtësisë, KLG-ja, ILD-ja, gjykata e lartë ajo kushtetuese? Shtet me i kapur nga Irena nuk mund të ketë turpi dheut. Institucionet shtylla të shtetit të drejtës u bën pjesë e llumit të Irena Gjokës. Prokuria e përgjithshme pasi zvarriti për gati 22 muaj procedurën me kërkesë të Adriana Kalas si përfaqësuese e PD-s, nuk pranoi të jepte asaj në fund relacionin e përgatitur në lidhje me 2 dëbimet dhe vendimin penal të Irena Gjokës. Arsyeja u kuptua gjatë leximit të relacionit nga KLG-ja. Prokuria e përgjithshme shkeli ligjin dhe nuk relatoi në KLG. 2 dëbimet. Shiko çfarë mashtruesi është ai Olsi. Që i del emri ati aty ku s'duhet t'i dalë. Ai Olsi i prokurisë. Ose janë shumë Olsa, zoti Berisha. I prokurisë përgjithshme, prokuria e përgjithshme ka vetëm një. Se i ngatron kështu siç Jo, prokuria e përgjithshme ka vetëm një. Edhe ai është prokurori pra. Pra, dëgjoni tani, çfarë bën? I heq, nuk ja dërgon KLG-s dëbimet. Hajde prokuror, hajde. Shkeli ligjin dhe nuk relatoi në KLG dëbimet e Irena Gjokës. Sepse ai vetë është Irena Gjokë. Janë ftyra të drejtësisë së kapur nga krimi dhe politika që nuk kanë lidhje me ligjin, kushtetutën dhe të drejtën. Gjykata e lartë dhe gjykata kushtetuese ndonë se janë garantet ligjit dhe të kushtetutës. As ju shqetësuar nga çështje të tilla. Gjykata kushtetuese deklaroi, Irenat e gjykatës kushtetuese deklaruar, ta redaktoj pak këtë, se Irena është magjistrate legjitime, pavarësisht se ka dhënë vendimin kundërshtim të hapur me një ligj të votuar me 3/5, ligji 96/2016, i cili neni 663 përcakton se organi përgjegjës kryetari dhe magjistrati njoftojnë me njëherë në mënyrë të pavarur Këshillin për shkaqet e pasgjithshmërisë së papajtueshmërisë që sjellin mbarimin e statusit të mandatit. Në këto raste magjistrati ndalon së ushtruari funksionin e magjistratit. Kudo, përveç se në narkoshtetin shqiptar. Në spaku gjykatat duhet të kishin pohuar detyrimin ligjor para ndalimin e funksionit. Çështja ndërkohë është referuar në Këshill dhe Prokuri, jo nga Irena si magjistrate dhe kryetare, por nga Fredi Bejleri dhe Adriana Kalaja, por gjykata kushtetuese nuk zhgënjen në vetë turprimin e saj. KLG-ja, avertebror, pa shtyllë kurrizore i turpshëm, me 6 vota, marrin përsi për statusin organit kompetent, sepse KLG-ja është organ kompetent për këtë çështje, nuk marrin përsi për organi kompetent është për këtë çështje. Më poshtë keni bazën ligjore. Nuk e ushtron këtë kompetencë për 22 muaj, në një kohë që do të kthente për 15 ditë përgjigje. Gjatë kësaj periudhe heton drejton prokurinë e përgjithshme, komunikon me ne si palë të interesuara, zvarrit procesin dhe në asnjë moment nuk vend dyshim kompetencën e saj. Pas zvarritjes për 22 muaj, gjatë të cilave Irena Gjoka në kundërshtim me ligjin nuk ndalon së ushtruari detyrën e magjistrates, mblidhet dhe me paturpsi thot se nuk është organi kompetent dhe se çështja i takon ILD-s. Dhe që të mbroj Irenën nuk merr vendim që ta çojë çështjen në ILD. E merrni vesh apo jo? Domethënë, ka thënë i takon, por nuk e çon në ILD. Shikoni ju se kush janë këta. Sipas ligjit, kompetencë për këtë çështje
ka vetëm KLG-ja dhe vazhdimi i serialit do t'ju servit ping-pongun midis KLG-s dhe IRD-s. E gjithë kjo histori zvarritje dhe poshtrimi të institucioneve kushtetuese të drejtësisë shqiptare nga Rama dhe suita e tij të kujton dramën e Eugen Ioneskut. Të kalojmë pak në letërsi tani. Interesant dramë e famshme kjo. Rinoceronti. Në një qytet